إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzojë dhe drejtoj përpos se me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju vëllezër të nderuar, o ju motra muslimane, padyshim ne duhet t'ja kemi frikën Allahut te barake o teala në çdo gjendje dhe kudo që t'jemi, dhe kudo që t'jemi dhe në çfarë gjendje t'jemi dhe kudo që t'jemi mshehur, ne duhet t'ja kemi frikën Allahut te barake o teala, sepse ai është I denjtë për ta pasur frikë. Allahu I madhëruar na tregon në Kur'anin famëlar dhe na nxit që t'ja kemi frikën atij, sepse thot Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Pra Allahu kudo që t'jesh, nëse fshihesh edhe në vrimën e hardhucës, e nëse fshihesh në vrimën e milingonës, e ku ta diun, Allahu të sheh, Allahu të dëgjon. Madje Allahu I madhëruar e shikon dhe e dëgjon milingonën e zez, që ecën në errësirën e natës, në errësirën e natës, dhe madje dëgjon edhe shkreptimat apo zhurmat e këmbës së saj. Subhanallah, I madh është Allah, pra Allah është I lartë. Prandaj, o vëllezër, t'ja kemi frikën atij, t'i drejtojmë vetëm atij dhe të largohemi nga ato gjë që I ka ndaluar ai. Padyshim se sot kemi ardhur në një kohë që gjunahet janë përhapur, edhe mjetet që çojnë për tek gjunahet janë shtuar shumë, edhe njerëzit të cilët nxisin për gjunahe janë shtuar shumë, madje punojnë me të madhe, e sidomos mediat, sidomos këto kanale televizive që punojnë pafundësisht për të degeneruar rinin dhe për të përhap gjunahet në mas të madhe. Allahu na ruaj prej tyre. Prandaj ne duhet ruhemi prej gjunaheve, duhet kemi kujdes prej gjunaheve, sepse gjunahet shkatrojnë zemrën e njeriut, shkatrojnë edhe popujt, shkatrojnë edhe vendet, madje ta shkatrojnë edhe botën tjetër, pra xhenetin. Gjunahet kanë pasojë shumë të mëdha edhe në zemrën e njeriut, që ja vulosin dhe e bëjnë zemrën pandjeshme që nuk pranon më këshilla, po ashtu I shkatrojnë edhe dynjan edhe ahiretin. Si e shkatrojnë edhe dynjan? Duke sjell Allahu bela, duke sjell Allahu I madhëruar siklete, duke sjell shkatrime, tërmete, përmbytje dhe shumë gjëra tjera. O vëllezër, ne kemi shembuj në popujt e mëparshëm se çfarë ka bërë Allahu për shkak të gjunaheve. I ka shkatruar Allahu, I ka coptuar Allahu dhe I ka lënë shembull për ne që të marrim shembull prej tyre. O vëllezër, çfarë I nxori dy prindërit tan nga xheneti, Ademin dhe Hawan? Çfarë I nxori për xheneti? Ata ishin në mirësi të mëdha, në mirësitë e xhenetit, ku në xhenet nuk ka as smundje, as pikëllim, as hidhrim, as brenga, as një hall për kësaj për halleve të dynjas. Mi për çfarë I nxori nga aty ata? Ata ishin mirë. I nxori gjunahun ndaj Allahut, kundërshtimin ndaj Allahut. Çfarë e nxori Iblisin, shejtanin e mallkuar nga mëshira e Allahut? Gjunahu, mendimësia, smira që ishte në Ademin e Islam. Pra gjunahu nga mbretëria e qiejve e nxori atë dhe uli poshtë sa që e nxori edhe prej mëshirës. Duke qenë Iblisi I mallkuar, shejtani besimtar, që kishte vlerë tek Allahu, përfundoi në një krijesë e shëmtuar, në një krijesë e shpifur, në një krijesë
që Allahu u hidhru me të dhe e përjashtoi nga mëshira vetë dhe kështu xhenemi do të jetë përfundimi i tij. Pra gjunahet janë shkak që robi të përfundoj në përfundime shumë të këqija. O vëllezërit e mi, çfarë shkatroi popullin e kujt? E Nuhut alayhis salam. Çfarë shkatroi? Gjunahet, kundërshtimin ndaj profetit të tyre, saqë Allahu bëri që të përmbytet e gjithë toka, sepse ata nuk ju përgjigjen Nuhut alayhis salam edhe pse i thiri 950 vite rresht. Çfarë bëri popullin e Adit të dënohet me një erë të ashpër nga ana Allahut te bareke ve teala, me një furtunë të madhe? Çfarë i bëri ata? Saqë u rrëzuan, thot Allahu në tokë, u rrëzuan në tokë si ato palmat e kalbura. Subhanallah. Pra populli i Adit ishin popull i gjatë, ishin më të gjatë se ne. Allahu di më së miri, po mund të ketë qenë, disa thonë mund të ketë qenë 60 metra, 50 metra, 30 metra, po kanë qenë shumë të gjatë. Dhe Allahu kur i përshkruan thot ata binin, po të shihje, sikur se ato palmat e kalbura që kur bin tokë. Pa i dënoi Allahu te bareke ve teala. Pa gjunahet, çfarë bën populli i Adit të dënoheshte? Gjunahet, çfarë bëri populli i Themudit të dënoheshte? Gjunahet. Çfarë bëri popullin e Lutit? Subhanallah, që të shkatroheshte? Gjunahet. Dhe këtu ndalemi ke populli i Lutit alayhis salam. Populli i Lutit ishin njerëz të shpifur, njerëz që bënin gjunahe të shëmtuara, saqë asnjëri nuk ja kishte kaluar këto gjunahe. Kështu thot Allahu në Kur'an. Nuk ja ka kaluar askush juve për këto gjunahe që po bëni. Prandaj, pse i vini këto, pse shkoni këto gjunahe? A di çfarë bënin populli i Lutit? Atë që sot po e përhapin me të madhe. Atë që të martohen burr me burr ose grua me grua sot, që e kanë miratuar edhe si ligj, qafirat e ndyrë, jo besimtarët e ndyrë, du të shkatrojnë në rinin. Allahu i madhëruar, popullin e Lutit e përmbyti, e ngriti tokën qiell dhe e përmbyti Allahu te bareke ve teala dhe pastaj dërgoi gur. Domethënë që ishin të fortë dhe prej zjarri që i godiste ata dhe i dënonte. Subhanallah. Pa o vëllezër, populli i Lutit u dënu për shkak se i vepre të shëmtuar, po ashtu edhe se nuk e besuan Allahun. Se po ta kishin besuar Allahun ata, nuk do ta bënin atë vepër të shëmtuar. Se kush e beson Allahun, ja ka frikën atij. E ata nuk e besonin Allahun, se ja kishin frikën atij. Ajsa kur i thoshte Luti alayhis salam, ju po bëni një vepër shumë të shëmtuar. I keni gratë, martoni me gratë. S'është vepër për ju kjo, as për askënd, është vepër shëmtuar, e urren Allahu. Ata prap nuk i përgjigjen atij, dhe kështu Allahu i dënoi ashpër. Prandaj, çfarë thot Allahu? Alam nuhlikil awwalin, a nuk i dënuam ne ata më pashmit, ata të lashtët, ata para jush? Thumma nutbi'uhumul akhirin. Ktu është një paralajmërim për këto popullin e sotëm që mendojnë se do të shpëtojnë ndërimet e Allahut. Thot Allah i madhëruar, por edhe këta të më vonshmit e njëjta gjë i pret Allahu. Subhanallah. O vëllezër, sot që është përhapur ky lloj mëkati pa fund. Wallahi Allahu na sjell një dënim që s'do ta përballojmë dot. Do thuash ti, po unë s'po e bëj këtë gjuna. Bile unë jam kundra, po ti je kundra, po fol pa ngrije zërin se ti mund të jesh kundra, po se ngritë zërin, atë e zë se je me ta. Thuj këta janë popull që nuk duhet pranohen. Jo mos se ka drejtën e fjalës edhe ai. Pasha Allahun, këta vë njerëz s'kan drejtë fjalë, sepse pasha Allahun për shkak të këtyre na vjen dënimi i Allahut. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur Aisha radhiyallahu anha i tha, po o i dërguar Allahut, aty do të ketë edhe njerëz të mirë, pra se pejgamberi sallallahu për shkujtje që do shkatrojnë disa popull. Do të ketë edhe njerëz të mirë, si do bëjë Allahu me ata? Tha o Aisha radhiyallahu anha, kur vjen dënimi i Allahut, nuk pyet as të mirin, as të keqin, i merr të dy bashkë. Prandaj vëllezër, ne ta parandalojmë këtë vepër të shëmtuar dhe sa herë që shohim njerëz të tillë rrugës apo që përhapen, gjithmonë ti shohim me sy të urrëties dhe ti këshillojmë normalisht, ti themi keni frikë Allahun, nuk është vepër për të bërë kjo. Kjo s'është vepër e logjikshme. Allahu krijoi çifte, Allahu neve krijesave, si njerëzit apo gjindet apo kafshët i ka krijuar çifte, mashkull femër, nuk mund të jetë mashkull. Allahu krijoi Ademin dhe Havan dhe nuk krijoi Ademin dhe Ademin ose Havan dhe Havan. Krijoi mashkull femër dhe për këtyre dy, domethënë prindërve u krijuan shumë njerëz të tjerë, domethënë meshkull dhe femra të tjerë.
Prandaj duhet t'i këshillojmë ta njerëz, duhet t'i paralajmërojmë ka njerëz dhe mos të themi ama se s'ka gjë që më prish punë mua. Pasha Allahun duhet me parandalu se vallahi do të na vinë një bela e madhe që se parandalojmë dot. Ne jemi të qetë elhamdulillah tash. Po Allahu mund të sjellë në dënim. Allahu mund të sjellë në dënim. Allah më dhuar thot, a nuk I shkatruam ata para jush? Ne mund të bëjmë edhe të shkatrojmë edhe juve, se do t'ju gjejë e njëjta gjë edhe juve. Kadhalika naf'alu bil mujrimin, ne kështu bëjmë me zullumqtarët thot Allahu. Ne kështu I dënojmë zullumqtarët, të padrejtët, kriminalët. Allahu I ka qytë kriminal popullin e Lutit alayhis salam, edhe ata. Kriminal, ja ata bëjnë krime. Pasha Allahun, një njeri I devotshëm, një njeri I mirë, një njeri që ja ka frikën Allahut, një njeri që e njohin gjithë se është I mirë, nuk I bën këto vepra, pasha Allahun. Jo, po ai bën vepra tjera të mira. Pasha Allahun, kjo vepër që bën ai ja zeron të gjitha. Kjo është vepër shumë e shëmtuar, subhanallah. Allahu e ngriti, imagjinoni, në qiell tokën dhe pastaj e përplasi popullin e Lutit alayhis salam. Allahu mund ta dënojë edhe neve. Pasha Allahun e madhëruar, t'ja kemi frikën atij, t'i përgjërohemi atij, t'i friksohemi atij, t'i parandalojmë këtë parazit që po na e gryen trupin ton. Pasha Allahun këto na dëmtojnë edhe neve. Nuk dëmtojnë gjithë, domethënë edhe shoqërinë jo besimtare, por edhe ne si musliman. Do na dëmtojnë se nesër pas nesër çojmë fëmijën në shkollë dhe fëmia merr ato ideologjitë e tyre, ato mendimet e tyre, pastaj të del fëmia duash. O vëllezër, nuk janë çështje të lehta këto, pasha Allahun. Prandaj gjunahet sjellin shkatrim. Po ashtu populli I Firaunit bashkë me Firaunin. Çfarë bëri Allahu? I përmbyti det. Allahu solli shumë dënime atyre. Dhe kur I vinte dënimi, ata I thoshin Musait alayhis salam, lutju Allahut ta largoj prej neve këtë dënim. I thoshin Musait alayhis salam, lutju Allahut ta largoj këtë dënim prej nesh, se ne do të besojmë. E në momentin që Allahu e largon të dënimin prej tyre, çfarë bënin? Ktheheshin prapë në gjunah. Allahu I solli gjithë ato shenja, gjithë ato dënime që të kthehen tek Allahu, dhe kur erdhi fundi, çfarë bën ata? E mohuan Allahun dhe të dërguar e Tij Musain alayhis salam. Dhe Allahu I dënoi së fundmi me mbytje në det, dhe Allahu thot në Kur'an, tashi o Firaun, ne do të lëmë ty me trupin të ngjallë, domethënë, do ta nxjerrim nga deti trupin, do të lejmë si shembull për popujt që vinë më mbrapa teje. Pra sa herë që ne shohim trupin e Firaunit, që Allahu e la si shembull për ne, Allahu nuk e shpëtoi kot trupin e tij. Trupin e tij e ka shpëtuar Allahu që ne të marrim shembull, si ç'a bëj, pra duke ta thënë Allahu se shiko çfarë bëj unë me zullumqtarët, shiko çfarë bëj unë me gjunaqtarët, shiko çfarë I bëj atyre. I le edhe si shembull të keq, se ka edhe shembull të mirë. Firauni është shembulli I keq që duhet me u largu prej tij. Po ashtu o vëllezër, Beni Israilet, ta qifutët, Allahu I sprovoi me shumë dënime, I bëri dhe krijesat më të urryera në tokë, dhe kudo që janë ata, nuk janë të qetë, gjithë njerëzit I urrejnë, se janë krijesa të dëmshme. Po ashtu Allahu I dënoi duke I kthyer në derra dhe majmuna, kur I dha dënimin atyre. Pa I dha shumë lloj dënimesh për shkak të kujt? Për shkak të mëkateve, për shkak të gjunaheve. Pra mëkatet këte bëjnë o vëllezër. Mëkatet shkatrojnë pasha Allahun e madh. Prandaj edhe ne sot, madje sot o vëllezër kemi gjunahe që ndoshta në popujt e mëpashme s'kan qenë. Janë shtu akoma më shumë. Pasha Allahun, a nuk I shihni se si janë përhapur pijet alkolike? A nuk përshihni se si janë përhapur lojrat e fatit? A nuk përshihni se si është përhapur kamata, ose ndryshe quajtur kredia për ta zbutur emrin e saj? Po ja kamat mbetet gjunahi i madh tek Allahu, madje është luftë me Allahun dhe dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Kush merr kamat, kredi, pasha Allahun I ka shpall luftë Allahut dhe të dërguarit e Tij sallallahu alaihi wasallam. E thot Allahu në Kur'an këtë. Lërini kamatën thot, se ndryshe keni shpall luftë me Allahun dhe dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe kush shpall luftë me Allahun, a mund ta fitoj luftën? Pasha Allahu se fiton luftën me Allahun. Allahu I madhuar ka ushtri të mëdha prej shumë krijesave, prej melakive, prej gjindve, lloj ushtrish ka Allahu. Dhe Allahu mund të sjell një farë ushtrie që ty ta nxin jetën,
ndoshta me milingon Allahu ta nxinjën, pa pash Allahun. Për shembull, popullit Firaunit kur I dënoi një prej dënimeve, e ditë kush ishte? I solli Allahu atyre karkalesa. Karkalesa o vlerë shumë, me mira, me miliona karkalesa, që u nxinin jetën popullit, e s'kishin fuqi më të përballonin. Imagjino krijesa të vogla, por Allahu me ato dënoi popullin e Firaunit dhe derisa than, o Allah na largo. I than Musait alayhis salam, lutja Allahut na largoj se nuk po dërojmë dot. Edhe Allahu I solli dhe shenjat të tjera, I solli gjakun si shenjë që u dilte gjaku, domethënë, smundje të ndryshme e kështu me radhë. Prandaj o vëllezër, të marrim shembull prej këtyre. Allahu I ka ushtritë mëdha, prandaj ta kemi frikën atij. Sot ja përhap shumë gjunat pasha Allahun, lakurisia. As po shihni si janë degradu femrat. Tu ly, tu ngjy, tu zhvesh me minifunde e me gjokse për jashta. Ku po shkojnë këta? Po pasha Allahun me zëjdënimi I Allahut. Wallahi billahi tallahi. Edhe femrat që dalin në atë lloj mënyre të lyra, të ngjyra, që të heqin meshkujt, të zhveshura me minifunde, me gjokse për jashta, kanë gjuna tek Allahu dhe do ta vojnë dënimin. Madje I ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë kudo që I shihni mallkojini, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mallkojini sa pra mallkuara. Pra mos mendoni se është e lehtë me u zhvesh femra. Ka mallkimin e Allahut dhe mallkimin e gjithë besimtarëve. Po ashtu vëllezër, edhe ne kemi gjunahe nëse I hedhim shikimin atje. Ne nuk justifikojmë duke thënë se janë përhap gjunahe shumë, femrat janë zhvesh shumë, ta shikuti çojnë syt. Jo, pasha Allahun, se Allahu thon Kur'an, thuaj besimtarëve o Muhammed, ta ulin shikimin nga harami. Ule shikimin ti. Ti bëj punën tënde. Pastaj bëj këshillën tënde, këshilloj ashtu siç këshillojmë ne, që të vishen dhe jo të zhvishen, dhe pastaj mbështetju Allahut derisa të gjej vdekja në këtë gjendje që je një njeri I mirë, I devotshëm dhe I friksuar me Allahun te baraka teala. Janë përhapur vëllezër gjuna pasha Allahun, nuk e të dalin kështu subhanallahu si milingonat, të dalin subhanallahu si insekte, gjunahe po ti numësh nuk të del koha. Dhe këto është edhe faji jon që nuk flasim. Subhanallahu alazim. Për shembull, ftohen xhallar në emisione për këtë veprën e keqe, për këtë veprën e shëmtuar që ka bë populli I lutit, që janë martu burr me burr dhe gru me gru. Stojnë në një hoxh në emision dhe I thot moderatori ose moderatori I thot, po ç'a mendimi keni, ai pranoni apo si pranoni? Ai thot, I pranojmë çdo lloj njeriu, tash ne xhamin e kemi hapur. Bëhet qartë valla, ne pranojmë vi çdo kush xhami, po, ama bëhet qartë që ne ju urrejmë. Jo, edhe ata njerëz, a ku ta di unë? Mos ju justifikojmë valla. Është edhe fajon. Kështu do keni të heshtje, duke as bukuru, ajse edhe ata le të vinë xhami. Le të vinë në xhami, le të vinë. Po ama të largojnë ajo vepër shëmtuar. Se çfarë do bie do I bëjnë xhamia kur ata marrin hidhrimin e Allahut te baraka ve taala me atë vepër që bëjnë. Ti po I nxit kështu, ama se I pranojmë se ata njerëz janë. Edhe ai që bën atë punë, thot, pas ka edhe për mua kështu shpresa, kështu që po vazhdoj. Jo pasha Allahun, thuj po, le të vinë xhami, I pranojmë, le t'i kthejnë Allahut, me qëllim t'i kthejnë Allahut, jo të vinë xhami pastaj të bëjë atë vepër. T'i kthejnë Allahut dhe ngrije zërin. Thuj asaj moderatorës ose moderatorit kur të thrasin emision. Ose mos e përgjigj fare, mos e merr barrën e tyre. Mos e merr barrën e gjunahe subhanallah. Thuaj troç, po çaj hoxh? Po çka ka dhënë Allahu dituri? A je ke frikën Allahut ti? Thuaj, kjo vepër që bëj ata është e shëmtuar, e shpifur dhe nuk është e pranueshme. Madje ata meritojnë dënim me vdekje. Kështu do të jetë një hoxh. Ja, tu po drill në emision aty, ja kështu ja po ashtu. Jo po se largojnë njerëzit prej meje. Pash Allahun, nëse ti flet vërtetën për këta njerëz, për këtë gjunashe po bëhet dhe largojnë njerëzit prej teje, ke frikë? Pash Allahun e largojnë ashtu. Të s'po flet gjë të keqe. Le të largojnë njerëzit valla. Le të thonë çka ka ky Islami, që ka radikal, le të jetë radikal për këta njerëz. Se shkatojnë njerëzimi, as nuk gjinga se kap. Ata nuk kanë mundësinë e shumimit, se Allah ka kriju mashkull femër. Ata nuk kanë mundësi. Ata janë krijuar për të martu me gjinit të kundërt, jo me gjinit të njëjtë. Tu thonë me ngritje zëri, dhe kur të pyes moderatorja këto xhallar, duhet tu skuqen syt dhe tu skuqet fytyrat dhe të nxehen dhe ta ngrenë zërin pak aty. Jo të nejt, I pranojmë xhami dhe ne këta. Jo pash Allahun, ata le të vinë xhami,
për të pendu tek Allahu, edhe jo për vazhdu njëjtën gabim. Prandaj o vëllezër, ta ngrejmë zërin edhe për këta njerëz. Ta ngrejmë zërin për çdo mëkat që bëjmë tokë, edhe për imoralitetin. Subhanallah, sot është bërë normale, thot, kur i thu për shembull, çaj e grunë shtëpiake apo punon? Shtëpiake, edhe shohin kështu si me sy, a ky që ka i përpametur. Pashallahu s'është përpametje me qenë në shtëpi, me qenë gruaja shtëpiake, është mbretresh, ajo do nis fëmijët, do edukoj fëmijët në shkollë, ajo e meriton, ajo, domethënë, do marr një 500.000 lekë apo 1 milion lekë në punë. Po ke shtëpia, ajo domethënë po rrit fëmijët e vet, po i bën bamirësi atyre, ajo në shtëpinë e vet është mbretresh. Edhe ajo në shtëpi do marr edhe më shumë. Subhanallah. Pra kur i thu këtyre njerëzve, e kam gruën shtëpiake, shohin kështu më thënë, gjithë gratë e botës dalim. Po nga kjo dalje e gjithë grave të botës duke punuar mes meshkujve të zbukuruara, të lyra, të ngjyra, me minifunde, me çik gjoks për jashta, edhe pastaj ndodhin këto gjunahe duke bërë immoralitete, duke shkatruar familjet e tjerëve kështu me radhë, duke u ndarë çiftet me një, sepse ajo femra po doli me meshkuj, i bindet për najt, i peqelepe, se i humbet rroga, kur shkon ke shtëpia burrit, pastaj u hapën na, duke i bërtit, e duke ndaj mua për te, unë kam drejtën time, e drejta e femrave sot, subhanallahu alazim, dhe kështu shkatërrohet shoqëria. Pra këte kanë arrit qëllimit jo besimtarët, se e kanë ngrit zërin shumë, kurse ne po flen gjumë. Një hoç po e ngrit zërin mirë, besimtarët e tjerë flen gjumë. O vëllezër, si mund të jetë barabartë një hoç apo 2 apo 100 me gjithë këto emisione që po bëhen? Subhanallah, sa emisione po bëhen për degenerimin dhe shturjen e femrës, duke i thënë, ka drejtën e vet ajo. Ka drejtën e vet. Kush e drejtë e vet? Të shturret. Kush e drejtë e vet? Që të bëjë moralitet. Kush e drejtë e vet? Të përzihet me meshkujt, kjo që e drejtë e vet. Dhe kështu ne ata flasin me të madhe, bëjnë emisione pafund, me qindra dhe me mira, kurse ne një hoç apo 2 apo 3 besimtarë të tjerë shkojnë gjumë. Të gjithë po ta ngrejmë zërin bashkë Allahun, ndryshon gjendja. Dhe pastaj pse na vin belat, do na vin belat, se Allahu ja dhuar thot, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Është fajtur shkatrimi në tokë dhe në det për shkak të mëkateve të njerëzve. Dhe Allahu këto shkatrime që po i sjell për çfarë? Për t'i dënuar për disa gjunahe të tyre. Pra Allahu kur sjell shkatrime në tokë, kur sjell termete, kur sjell përmbytje, sprova, bela, smundje epidemike, kur sjell këto Allahu nuk i sjell, domethënë për të dënuar robin nga çdo gjuna. Jo, thot Allahu që Allahu t'i dënoj për disa gjunahe të tyre, se po ta dënoj Allahu për gjitha gjunahet, na hoqi qafe Allahu i madhëruar. Na zhduku, se kështu thot Allahu i madhëruar. Nëse Allahu do t'i merrte njerëzit në llogari për çdo gjuna që e bëjnë, s'kishte për të lënë në tokë asnjë krijesë. Sepse ne bëjmë shumë gjunahe. Pra Allahu na jep disa dënime për disa gjunahe tonat. E çfarë thot Allahu? Për çfarë po jep këto dënime? Për çfarë? La'allahum yarji'un, në mënyrë që ata të pendohen, në mënyrë që ata të kthehen tek Allahu me pendes, me frikë, me respekt, me lot sy dhe të friksuar para Allahut te bareke ve taala. Prandaj o vëllezër, pash Allahun jemi të qetë alhamdulillah. Po mund të na vinë sprova si termetet mëdhaja që të sjellin shkatrime dhe vdekje, përmbytje që sjellin shkatrime dhe vdekje, smundje epidemike siç ishte ajo koronavirus e kështu me radhë. Wallahi keni frikë Allahun. Ku po shkoni o vëllezër? Pash Allahun, se janë për hap gjunahet ne të ekshtim, se janë për hap gjunahet ne të bashkangjitemi. Pash Allahun vëllezër musliman sot çfarë po bëjnë? Ase gjojnë qik muzikë, tu s'ka problem. Ase shof qik femër, tu s'ka problem. Ma di njëri më tha, o abita pashallan. Tha, po unë, duke da mu abet me të, më tha mu, po unë e shof për shemë shikimi ke femrat, që, si ku po ma mundësona Allahu, si mirësia, kupton. Ma ka mundësua Allahu që unë pak të shikoj pak, se nga që ishte nda nga gruja, dhe thoshte pak të knaqen pak shumë, dhe kështu që të sohem. Subhanallah, ja ka zbukuru shejtani veprat. La ilaha illallah. Pra kështu arin obi, pak muzik, pak gjuna, edhe derisa ti bëj normale, thot, punën deri tani e kam pa tha si kur një mirësi për Allah, si që ka mirësi për Allah, kur Allah të të shikimin. Subhanallah. Ku është xhelozia për fen Allahut? Ku është frika ndaj Allahut? Çfarë mirësi e thua Allah? I thash kri frikë Allahun. Nga këto shikimet haram vjen dënimi i Allahut. A e dini se një person, një musliman i devotshëm, që ka qenë luftëtar i madh, agjërues i madh, namazdi i madh,
La ilaha illallah. A di ku përfundoi? Përfundoi në mosbesim. Pse? Se pa një femër të krishtere që i ngelin mendje, e bukur ajo, dhe i dilte çdo namaz, sillte shejtani, vetëm një shikim çai bori. Dhe derisa shkoi dhe i tha, unë nuk duroj dot pa u martu me ty, tha. Për çfarë? Për një moment çastit, për një kënaqësi çastit, subhanallah. Dhe tha ajo, nuk pranoj unë, as baba imi nuk pranon pa u bërë ti i krishter. Tha, po bëjmë i krishter, subhanallah. Tha, po bëjmë i krishter, tha. U bëj krishter, pa, subhanallah, pa hyn në natën e parë martesës, hypin në tarac, caktimi Allahut, tak, rad në tokë, vdiq, as nuk e shijoj atë haram që dëshim e bo, dhe botën tjetër e humbi. Pra u bë mosbesimtar. Pra u vëzë një shikim, e nxori prej feje tjetrin. Po si është çështja e disa muslimanëve sot, që thot, unë s'po bëj gjë të madhe, një muzikë gjova pak, po ajo muzika do ta vuash më mrapa. Edhe pastaj do ta vuash në momentin e vdekjes, siç ka ndodhur në kohën bashkëkohore, që njëri ka gjuar shumë muzikë, mbasi ka bërë aksident, muzika ka qenë akoma e ndezur me kasetofoni, në telefon një prap kishte vënë muzikë për zile, dhe kur i than ata të tjerë shokët, thuj la ilaha illallah, ai knonte se nuk mundesh ta shkthehte shahadetin, se Allahu nuk e mundson dikujt që është mësuar me muzikë, është mësuar me harame, që pastaj të vdes në sejdë, vdes si xhenetli, sikur se njëri thoshte, unë sa do vdes në sejdë. Po si do vdes në sejdë ti duke dëgjuar muzikë? Po të rën mendja, pashallah kështu tekstualisht thoshte, unë do vdes në sejdë, ama muzikë do postoj, ama muzikë unë do dëgjoj. Subhanallah. E kupton që Allahu thon në Kur'an, ju ka zbukuruar shejtani veprat e këqija, saqë ata tash i shohin si të mira. Prandaj o vëllezër, kjo këshill që ju dhashin këtë mimber, në këtë hutbe, që ju shkojnë në vesh, dhe pastaj ta veni vaft në vesh, dhe pastaj ta praktikoni, t'i këshilloni njerëzit, t'i afroni njerëzit për ke fe Allahut dhe t'i largoni nga gjunahet, dhe të friksoni edhe për vete tuaj, të largoni nga muzika, të largoni nga bigjozi, të largoni nga alkooli, të largoni nga shikimin haram, pa në ke femrat e huaja, që s'është gruaja jote, mos shikoni femrat e huaja, po ashtu të largohemi nga folmja keq, domethënë nga përgojimi, të largohemi nga shamja, nga shumë gjunahe, dhe kështu do vi përmirësimi i Allahut në tokë, dhe pastaj mos thoni që pse Shqipëria ka që padrejtësi, po pse s'kemi bereqet, po ky shtet qafir, po ky shtet kështu, po ky shtet ashtu, s'po na ndihmon fare. Mos u ankoni fare se Allahu thot në Kur'an, Allahu s'ka për ta ndryshuar gjendjen e një populli pa ndryshuar ata vetveten e tyre. Allah i madhuar thot, ju ka dhënë Allahu shembull popullin e Mekës. Allahu popullin e Mekës e kishte bërë qetë Allahu me bereqet. I vinte risku nga cila do anë. Mi po këta ç'a bën? Në atë kohë i mohuan mirësitë e Allahut te bareke ve teala, dhe Allahu thot ne bëm që ata domethënë të shijojnë etjen dhe urin dhe frikën. Ata ishin të qetë, të sigurt, në paqe, ishin me rizq të bolshëm, pa kishin para, kishin gjithat mirat e kësaj bote që mund të kërkonin. Mi pa ta i mohu mirësitë e Allahut, u largun nga Allahu i solli të kundërt e këtyre, u solli në vend të ngopjes, i solli etje dhe uri. Në vend të paqes, u solli frikë dhe pasiguri. Po, Allahu ta sjell tash Allahut. Prandaj në Shqipëri, ne jemi mirë tash pas Allahut, po mund vi edhe më keq se kaq, nëse nuk kthehemi ka Allahu. Do të vinë kohra më të këqija, do të ngrihen çmimet më shumë. E ndoshta Allahu na mund vinë plas në një luftë. Pashallahu luftrat apo sherret, avrasjet që po si shohin për lajme që në çdo nuk e muaj që vriten me qindra njerëz. Pra do shtohen pafundësisht. Po si u kthym Allahu, kushti i vetëm o vëllezër, pashallahu, nëse s'keni marrë asgjë mend nga kjo hutbe, marrni mend vetëm këtë gjë që po ja them. Nëse vazhdojmë në gjunahe, Allahu ka për të na bërë më keq se jemi. Nëse i kthehemi Allahut, atëherë Allahu ka për të na bërë jetën lumë. Marrni mend dy gjëra. Nëse nuk i marrni mend gjitha këto që fola përgjithësore, vetëm këto dy gjëra marrni mend. Nëse vazhdojmë në gjunahe, kanë për ta bela më të këqija. E nëse i kthehemi Allahut, atëherë Allahu ka për të na dhënë mirësi. Marrni vath në vesh dhe elus Allahun t'i bëj dobish në këtë që thanë. Elus Allahu të më falë mua dhe juve, elus Allahu na përmirësoj gjendjen,
Elusi Allahu na fal, na mëshiroj, na drejtoj, na udhëzoj, na mësoj në momentin e vdekjes ta themi fjalën e fundit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Me këtë fjalë do të futemi në xhenetin e Allahut te baraka ve teala dhe elusi Allahu na madhruaj që nëse na mundson të futemi në xhenet ta shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta shohim sahabët e nderuar, bashkohemi me ta dhe të bashkohemi me dietarët e këtij ummeti, të bashkohemi me hafizat e denj të këtij ummeti, të bashkohemi me familjet tona, me fëmijët tona, me fëmijët tanë dhe me gratë tona ya rabbel alamin dhe na mësoj gjën më të bukur që është në xhenet, shikimi në fytyrën e tij xhelle xhelaluhu. Amin. Amin.